Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar, jasi të shpëtoni nga ky siklet. A keni nevojë të urinoni shpesh derisa jeni në gjumë? Jo vetëm që ju krijon bezdi, por urinimi natën mund të jetë një shenjë që keni sëmundje të rrezikshme. Një ndër 3 persona të rritur të moshës mbi 30 vjeç patjetër duhet të shkojë për të urinuar gjatë natës, gjë që përfshin edhe 2/3 e personave të rritur mbi 65 vjeç. Kjo gjendje quhet nokturi dhe ata të cilët vuajnë nga kjo duhet patjetër të shkojnë në tualet së paku një herë natën. Ndërprerja e gjumit mundet që të jetë e shkaktuar me rrezikun e shtuar të diabetit, sistemi dobët imunitar, sëmundjet e zemrës, madje edhe disa forma të sëmundjeve të këqija. Shkuarjet në tualet gjatë natës gjithashtu munden që të shkaktojnë probleme mendore siç janë anksioziteti, depresioni dhe psikoza. Njerëzit mendojnë që ngritja gjatë natës është pjesë përbërëse e plakjes, mirë po nuk është e thënë patjetër të jetë kështu. Gjumi i keq mundet që t'ju shkatërrojë shëndetin, ndaj njerëzit të cilët e kanë këtë problem, do të duhet të shkonin tek mjeku dhe të bisedonin për këtë. Është mirë që kjo gjendje mund të shërohet, ndaj nuk duhet patjetër të vuani në vetmi. Poliuria është urinimi i më shumë se 2,5 litrave në ditë. Kjo mundet që të ndodhë në qoftë se ju pini shumë lëngje dhe për këtë arsye mundet që të jetë edhe simptom e diçkaja akoma edhe më serioze siç është për shembull diabeti. Poliuria mundet që të jetë një shenjë e infeksionit të fshikëzës, gurëve në veshka dhe prostatës të zmadhuar tek meshkujt. Si shërohet nokturia? Reduktoni konsumimin e lëngjeve para se ju të shkoni të flini gjumë. Pijen e fundit e pini në orën 8, jo në orën 10. Mirë po gjithsesi, pini sasinë e rekomanduar të lëngjeve gjatë ditës, 6 deri në 8 gota ujë në ditë, do me thënë 2 litra. Pini sasi më të vogël lëngjesh me kafeinë, siç është çaji, kafja, çokolata dhe pijet e gazuara. Kafeina mundet që t'ju irritojë fshikëzën dhe t'ju çrregullojë gjumin, siç mundet edhe alkooli. Nëse nyjat rregullisht ju ëndjen, përpiquni të uleni apo të shtriheni së paku një orë në ditë. Ngrini këmbët lart ashtu që shputat tuaja të jenë në një nivel me zemrën apo edhe më lart. Diçka si për shembull medikamentet mund të ndikojnë që trupi juaj të prodhojë më shumë urinë. Në këtë rast medikamentet në atë mënyrë e përmirësojnë gjendjen e organizmit. Për këtë ju duhet të bisedoni me mjekun tuaj. Mos pushoni t'i merrni ilaçet tuaja pa konsultimin e mjekut. Mendoni, a ju shqetëson diçka gjatë gjumit? Nëse ju keni dhomën tepër të ftohtë apo të ndriçuar, ndërrojeni atë, sepse mundet që të jetë edhe ajo shkaku i zgjimit tuaj. Reduktoni drejtimet ditore dhe shikoni apo ju përmirëson kjo gjumin gjatë natës. Shmangni pijet me kafeinën drejt për drejt para se ju të shkoni në gjumë. Gjithashtu, në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar pasi ajo nuk është një shenjë që duhet injoruar. Dhe gjithashtu, madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin tuaj. Rreth 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeç thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar dhe kjo rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata të cilët vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çohesh nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është gjithashtu i lidhur edhe me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa sëmundje të këqija. Ajo gjithashtu mundet të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si depresioni dhe psikoza, flet eksperti profesor i urologjisë.
Philip Van po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturjas për hir të shëndetit tuaj. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë. Gjumi i dobët mundet që të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit të cilët po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturja mundet të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë që të vuani në heshtje. Një gjumë i natës i ndërprerë gjithashtu mund të ketë një ndikim të gjerë në shëndetin fizik dhe në ato mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe gjithashtu suksesi në karrierë mund të ndikojnë. Profesori, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturja tha se mungesa e gjumit mundet që të ndikojë në të gjitha format e funksionimit mendor, duke e bërë akoma edhe më të vështirë që të përqendrohesh, të kujtosh gjërat dhe të marrësh aftësi apo fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mundet të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës gjithashtu mundet që të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturja mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës, i cili mundet të jetë simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepruar, i quajtur poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose sepse është një simptom e diçkaje akoma edhe më serioze, si për shembull diabet i tipit 2. Ajo gjithashtu mundet që të jetë një shenjë e infeksionit të fshiksës, gurëve në veshka, dështimit të veshkave dhe të prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Një person i cili ka diabetin e tipit 2 ka shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë e cila rezulton në nevojën për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se keni probleme me veshkat tuaja, siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se po urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbja e shpinës, humbja e peshës, dirsitja natën, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet që të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt, aq edhe më mirë. Gjithashtu, nëse keni probleme me urinimin gjatë natës, provoni këto këshilla për të bërë një gjumë më të mirë. Urinimi gjatë natës është një fenomen normal por frustrues, i cili shfaqet më së shumti tek meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe një problem serioz shëndetësor. Mos pini ujë para se të shkoni në shtrat. Urologu thekson se duhet të keni kujdes me sasinë e ujit që pini përpara se të shkoni në gjumë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët vuajnë nga nokturja. Ajo që pini mund të jetë po aq e rëndësishme sa edhe kur e pini, pasi disa pije do të kenë veti natyrale diuretike që do të thotë se do ta bëjnë trupin tuaj që të prodhojë më shumë lëngje 2 deri në 4 orë më vonë. Mbathni çorape të larta deri në gjuhë. Burrat me ndonjë shenjë të këmbëve të ëndura duhet të veshin çorape deri në gjuhë gjatë gjumit. Mbajtja e lëngjeve është gjithashtu një nga arsyet pse shumë njerëz duhet të urinojnë gjatë natës. Prandaj, herën tjetër duhet që të kontrolloni me kujdes se cilët janë faktorët që po ju shkaktojnë këtë gjendje. Duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.